Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Jemi me hadithet e fundit të temës së kapjes së fortë pas Kur'anit dhe Sunnetit. Transmetimi I radhës për cilët nga Urwa ibn Abdullah ibn Qushayr ka thënë: më ka thënë mua Muawije bin Qurra, dhe ky nga babai I tij, pra Muawije për cilë nga babai I tij Qurra, se ka thënë: shkova te I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam me një grup njerëzish nga Muzejne për t'i dhënë atij besnikërinë, për t'i dhënë atij besën, për bindje, dëgjim, mbrojtje, për krahje, për çfarë kishte nevojë profeti alayhi salatu wassalam. Dhe kjo është besë e madhe. Dhe e pam atë me rrobe të hapur. Qëllimi me rrobe të hapur është pjesa përparme e këmishave që kemi ne sot, për shembull, apo e bluzeve që I kemi me kopsa e hapur. Dhe e futa dorën, thot, në hapësirën e rrobës së tij. Hapësira e rrobës së tij, ose kjo pjesa këtu, ose pjesa ku futet koka, nga ku vishet rrobja. Dhe preka vulën e pejgamberllëkut. Profeti alayhi salatu wasallam midis dy shpatllave të tij kishte një vulën e profecisë nga Allahu. Shenjë e veçantë për pejgamberin alayhi salatu wassalam, siç vjen dhe në hadithet e tjera. Dhe thot më pas Urwa bin Abdullah bin Qushayr, dhe çdo herë që e kam parë Muawijen bin Qurra, pra, dhe babain, së herë që kam parë Muawijen dhe djalin e tij, si në dimër, ashtu dhe në verë, gjithmonë me rrobe të hapur, pra me të hapësirën që përmendëm këtu. Cili është qëllimi me këtë transmetim? Këtu tregohet një moment nga jeta e profetit alayhi salatu wassalam, dhe bëhet fjalë për jetën e tij të zakonshme, jetën e tij të përditshme. Dhe më konkretisht veshja e tij. Dhe tregohet se ishte e hapur. Pra nuk ishte mbërthyer, I kishte elementet për ta mbërthyer, s'mund të themi kopsa, se ndoshta kopsat siç janë sot nuk kanë qenë atë kohë. Mund të qenë diçka ngjashme apo një mënyrë tjetër që e mbërthenin rroben e tyre. Por ishte e hapur. Dhe kjo tregon që profeti alayhi salatu wassalam ndonjëherë mbante hapur këtë pjesë të rrobës së tij, e ndonjëherë mbante edhe mbyllur. Dhe transmetuesi tregon se kur Muawije, që përcjell babai I tij, tregoi se e ka parë të tillë profetin alayhi salatu wassalam, atëherë dhe vetë Muawije dhe djali I tij gjithmonë e mbanin të hapur këtë gjë, si në dimër dhe në verë. Pra nuk e mbanin të hapur kur ishte vap, apo për ndonjë arsye tjetër, por qëllimi I tyre, prandaj e përmend si në dimër dhe në verë, që të kuptohet që qëllimi ishte pasimi I profetit alayhi salatu wassalam. Lind pyetja: a është sunnet ta mbash hapur? Jo, nuk është sunnet. Dhe kjo gjendje e profetit alayhi salatu wassalam nuk hyn tek ato gjendje të ligjësuara për tu pasuar apo për tu ndjekur. Por janë ato veprime apo gjendje të natyrshme të profetit alayhi salatu wassalam. Sepse ne e dim, profeti alayhi salatu wassalam nuk ndiqet në çdo rast, në çdo gjendje të tij, por vetëm në ato raste dhe gjendje kur ajo është fe. Ka prej çështjeve të dynjas në të cilat profeti alayhi salatu wassalam ndiqet,
ashtu si çka dhe prej çështjeve të dynjas, në të cilat profeti alayhi salatu wasalam nuk ndiqet. Siç ishte rasti kur i tha ensarve që të mos i plenonin hurmat e tyre. Mendoj që është më mirë mos e bëni këtë gjë. Dhe ata nuk po e bënin këtë gjë. Nuk po e bënin këtë gjë. Dhe më pas profeti alayhi salatu wasalam u sqaroi dhe u tha, dhe kur doli ndryshe që duhesh bër, profeti alayhi salatu wasalam u tha, unë u thash këtë gjë nga mendimi im. Ndërsa kur është në kuptim të hadithit, ndërsa kur është fjala për shpalljet e Allahut, unë përcjell dhe nuk gënjej për Allahun asgjë. Nuk them gënjeshtër asnjëherë për Allahun. Pra sahabët radhiyallahu ta'ala anhum që ishin më të aftë në këtë çështje se profeti alayhi salatu wasallam në rastin e plenimit të urmave, e bënin këtë gjë të vit në mënyrë që pema të jepte fruta, dhe ne dim këtë gjë. Por kur dëgjuan profetin alayhi salatu wasalam të thoshte diçka të tillë, dhe profeti alayhi salatu wasalam nuk e tha me shpallje nga Allahu, por mendoi, mendim njerëzor, pra, mendoi natyrshëm, që ndoshta është më mirë mos bëhet. Ata e ndoqën. Pse e ndoqën? E ndoqën sepse origjina është që profeti alayhi salatu wasalam ndiqet në atë që thotë. Por kur profeti alayhi salatu wasalam e justifikoi veten e tij duke thënë se ky ishte thjesht një mendim i imi, jo se ishte nga Allahu azza wa jall. Atëherë nuk e ndoqën sahabët radhiyallahu ta'ala anhum në këtë gjë. Në këtë gjë. Prandaj edhe në këtë rast nuk mund të themi se është sunet me mbajt bluzën hapur apo me mbajt mbyllur. Por kjo është diçka natyrshme tek njeriu. Kur ka nevojë ta mbaj hapur, e bën hapur dhe s'ka asgjë. Do thoni ju, atëherë pse ndoqi ky sahab dhe djali i tij? Kjo nga dashuria e madhe që kishin për profetin alayhi salatu wasalam, siç do të vi. Kishte sahabë të cilët e ndiqnin profetin alayhi salatu wasalam edhe në ato gjëra që nuk janë fe. Që nuk janë fe. Umu Habibe radhiyallahu ta'ala anha tregon se hadithin e profetit alayhi salatu wasalam, ai i cili fal 12 raka fi yawmin wa layla, 12 rakatë të ditës dhe natës. Allah ben Allahu lehu bejten fil janna. Allah i ndërton atij një shtëpi në xhennet. Thot Umu Habibe, që kur e kam dëgjuar këtë hadith nga profeti alayhi salatu wassalam, nuk i kam lënë kurrë pa falur të rekat. Dhe thot Anbasa, që kur e kam dëgjuar Umu Habiben të transmetoj këtë hadith nga profeti alayhi salatu wassalam, nuk i kam lënë kurrë këto 12 rekat. Thot Amri ibn Awas, që kur kam dëgjuar Anbasën të përcjell këtë hadith, nuk i kam lënë kurrë 12 rekat. Dhe thot Nu'man bin Salim, që kur kam dëgjuar Amri ibn Awas të përcjell këtë hadith, nuk i kam lënë kurrë këto 12 rekat. Pra shihni, përcjellnin hadithet e profetit alayhi salatu wasalam dhe i vepronin. Këtu kemi të bëjmë një zinxhir transmetimi. I vepronin. Prandaj përmendet që Imam Ahmedi, Allahu mëshiroft, në librin e tij El Musnad ka shënuar mbi 40.000 hadithe nga profeti alayhi salatu wasalam. Mbi 40.000. Dhe thot kanë vepruar me çdo hadith. Saqë kur dëgjoj se profeti alayhi salatu wasallam kishte bërë hixhame dhe i kishte dhënë personit që bërë hixhame 1 dinar, shkoi bërë hixhame dhe i dha 1 dinar. Pra shihni sa të përpirt ishin sahabët dhe brezat e parë në pasimin e profetit alayhi salatu wasallam. Dhe kjo vëllezër duhet të jetë dëshirë për muslimanin. Ne kur dëgjojmë gjëra të tilla, duhet ndizet në zemrat tona dëshira, apo ai vendimi që kjo të jetë synim në jetën tonë, të bëjmë siç ka bërë profeti alayhi salatu wassalam. Atë që ai ka thënë, atë që ai ka vepruar, ta kemi synim në jetën tonë.
sepse nuk ka jetë më të bukur, më të shpërblyer nga Allahu se sa të jetosh me ato që tha, porositi dhe veproi profeti alayhis salatu wassalam. Thot Al-Hasan al-Basriu rahimahullah, thot gjithmonë ahlu sunne, pasuesit e sunnetit, kanë qenë pakic më parë. Pakic janë dhe në kohën tonë, thot. Ata janë njerëz të cilët nuk i ndoqën të devijuarit dhe bidatçin, por u kapën pas sunnetit. E çfarë mund të mendosh për kohën tonë? Pra kur thot Al-Hasan al-Basriu rahimahullah për kohën e tij janë pak. Çfarë mund të mendosh për kohën tonë? Dhe sjell autori më pas nga Mujahid, nxënësi i Ibn Umarit radiallahu ta'ala anhu, thot ishim me Ibn Umarin radiallahu ta'ala anhuma në një udhëtim, dhe kur arritëm pranë një vendi, ai ndryshoi drejtimin e rrugës. Pra drejtimi ishte ndej, ai mori pak të ndej. Dhe e pyetëm për të gjë pse veproi, sepse rruga ishte drejt. Ai vendi ku do të shkonin, tha, kam parë të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam të veprojë në këtë mënyrë, veprova dhe unë. E normalisht, ky veprim nga ana e profetit alayhis salatu wasallam nuk është çështje fetare. Profeti alayhis salatu wasallam për ndonjë arsye mund të ndryshuar pak drejtimin e rrugës, për shembull për të zgjedhur një vend pushim për shtatshëm, apo për të kryer ndonjë nevojë të tij personale. E megjithë, pra nuk është çështje e fesë, që të themi është adhurim, sunet dhe duhet ta bëjmë dhe shpërblehemi për të gjë. Jo, por megjithatë Ibn Umari radiallahu ta'ala anhu e ndiqte. Siç tregohet edhe në transmetimin e radhës, për cilën nga Ibn Umar, për cilën se Ibn Umari radiallahu ta'ala anhuma kur udhëtonte për në Mekë, nga Medina në Mekë, ndalonte në një pejem midis Mekës dhe Medinës dhe pushonte në të, flinte pa gjumë dhe tregonte se edhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka pushuar në këtë pejem. Edhe kjo është nga çështjet e natyrshme. Pra, që nuk janë sunnet, pikërisht ajo pejem. Që të themi është sunnet që të ka ajo pejem të flesh gjumë. Ja. Por megjithatë nga dashuria e madhe dhe ajo përpikmëria që t'ishin sahabët radiallahu ta'ala anhum në pasimin e profetit alayhis salatu wassalam e ndiqnin edhe në këtë gjëra. E çfarë mund të mendosh për pjesën tjetër që ishte sunnet e ligjësuar në fe, si ishte ajo korrektesa e tyre, pasimi i tyre në majën më të lartë, në formën më të plotë, pra, edhe në këtë gjëra. Apo siç për cilët, në transmetimin e fundit që sjell autori nga Anas ibn Sirin, thot, isha me Ibn Umarin në Arafat, pra gjatë haxhit, kur erdhi koha, dhe në Arafat është një vend në Mina, dikush e di se ka qenë, dikush e ka dëgjuar. Kur erdhi koha për të nisur, pra nga Arafat për të shkuar në Muzdelife, që kalohet nata, u nisa edhe unë me të, derisa arritëm te imami. Dhe ai e fali me të Ibn Umari, të parin dhe i kindin. Cili është i pari? Yleja, para i kindis. Dhe i kindin, pra i bashkoj. Sepse është sunet bashkimi në atë gjendje. Pastaj qëndroi në Arafat dhe edhe unë me të disa shortë të mi qëndruan me të derisa imami u largua, atëherë u larguan bashkë me të. Pra tani po nisën për Muzdelife. Më parë u nisën për në Arafat. Kur imami u nis, pra për në Muzdelife, u nisëm edhe ne me të. Kur arritëm të gryka e rrugës, pra gryk e një mali gjatë rrugës, ai e ndali devën e tij, kush Ibn Umari. Prandaj edhe ne ndaluam kafshët tona duke menduar se dëshironte të falej Ibn Umari. Njerëzit që e shoqëronin Ibn Umarin u ndalën. Atëherë shërbëtori i tij, i cili mbante devën, tha: ai nuk dëshiron të falet, por kujtoi
se profeti sallallahu alaihi wasallam kur arriti në këtë vend kreu nevojën e tij personale, biologjike. Prandaj edhe ai dëshiron të bëjë të njëjtën gjë. Subhanallah. Pra dhe ne jemi të tema e kapjes së fortë pas Kur'anit dhe Sunetit. E normalisht rastet e tilla të fundit që lexuam sot nuk kanë bëjnë me të çështjen në mënyrë të drejtë për drejtë, sepse nuk janë pjesë e fesë. Por autori do të na tregojnë ne se sa të përpikt ishin selefët, sahabët dhe ata pas tyre, prej tabiinëve dhe tabiinëve, në pasimin e profetit alayhis salatu wassalam. Deri në të çështje normale, pra të natyrshme njerëzore, e ndiqnin profetin alayhis salatu wassalam. Pra thjesht na jep modele të kësaj çështje. Prandaj muslimani, siç thamë më parë, duhet ta ketë synim të gjë. Pse mos veproj atë që tha profeti alayhis salatu wassalam? Pse mos bëj atë që bëri profeti alayhis salatu wassalam për çështjeve të ligjësuara të fesë, pra që janë pjesë e fesë? Pse mos e bëj? T'ja bëj pyetje vetes. Pse ta neglizhoj? Shpërblim është, afrim tek Allahu, dashuri për profetin alayhis salatu wassalam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ky ajet konsiderohet ajeti i ihtibarit, i testimit, sepse disa njerëz thanë ne e duam Allahun. Atëherë Allahu subhanahu wa taala zbriti këtë ajet kuranor. Thuaj o profet atyre, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Nëse ju e doni Allahun, siç po deklaroni, atëherë më ndiqni mua. Prandaj pasimi i profetit alayhis salatu wassalam është rrugë për të dashuria për Allahun subhanahu wa taala. Pra nuk mund ta duash realisht vërtetësisht Allahun nëse i shmandesh sunetit të dërguarit të tij. Sa më i përpirt jesh në këtë çështje, aq më tregues i fortë është ky se dashuria jote për Allahun është e vërtetë. Është e vërtetë. Dhe sa më mandësi të kesh, aq më mandësi sjell kjo edhe në dashurinë për Allahun subhanahu wa taala. E lutem Allahun azza wa jall ta forcoj besimin ton, sinqeritetin ton, na bëjnë kapjen pas Kur'anit dhe Sunetit. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.